si dhe duke bazuar në 984 të Kushtetutës, 906 të ligjit numër 3L094 për Presidentin e Republikës së Kosovës dhe 944 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e presidencës nxjerr këtë dekret. Shpërndohet. Një gjë nuk qëndron. 982 paragrafi 1.3 nuk është konsumuar. Pra ajo 60 ditë nuk është konsumuar. Pra kjo nuk qëndron, domethënë referimi në preambull nuk kupton pe kur nis procedura, por deri sot shkon te ky neni 86 aty. Pra edhe një herë, referimi ndaj atij neni është i gabuar. Për më tepër, a e lexojmë nenin sakt çka thot, se është një paragraf më poshtë. Këtë nenin 82, pra që është referu presidentja. Neni 82 flet për shpërndarjen e kuvendit. Edhe pika parë, apo paragrafi parë thot kuvendi shpërndahet në këto raste. Dhe janë 3 raste, rasti i tretë është ky 60 ditëshi. Pra thot në paragrafi 3 thot nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes nuk zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur. Sepse po të ndodhte kjo, s'ka nevojë as për dekret. Është me automatizëm. Po se ju keni s'ka nevojë, pra ju keni ndërtu këtë argument, po du dal te paragrafi tjetër tash. Shife, është shumë me interes, ftoj edhe shikuesit le të dëgjojnë. Pra, tek neni 82 janë 2 paragrafe. I pari flet për shpërndarjen e kuvendit me automatizëm, ku njëra nga pikat është ky 60 ditëshi, nëse te i kalohet, ndërkaq paragrafi 2 thot kuvendi mund të shpërndahet nga presidenti i Republikës së Kosovës pas votimit të mos suksesshëm të mosbesimit të qeverisë. Domethënë, në këtë nen janë 2 paragrafe. Një paragraf flet kur kuvendi shpërndahet me automatizëm, paragrafi tjetër thot kur presidenti mundet me shpërnda. E vetmja formë kur presidenti apo presidentja me dekret mundet me shpërnda kuvendin është pasi ka pas mocion të suksesshëm të mosbesimit ndaj qeverisë, nëse s'don me tentu edhe një herë. Pra ka mundësinë presidenti me shpërnda kuvendin. Në të gjitha rrethana tjera, presidenti nuk mundet me shpërnda apo me dekretu shpërndarjen e kuvendit nëse nuk është e parapamë në kushtetutë. Apo thoni ju që në fakt po shkojmë drejt zgjedhjeve? Po kjo nuk mundet më na çu drejt zgjedhjeve. Nuk kemi situatë aktualisht ky dekret. Ky dekret ka bazë apo nuk ka fare bazë në kushtetutë, dhe rrjedhimisht është zgjedhje i kompetencave parlamentare si vjet. Shefëllë, unë as jurist nuk jam, ama çka ka di për besë. Unë jam i habitur me këtë gabim që është bë. Neni 82, paragrafi 1 nën paragrafi 3 nuk ekziston, e për më tepër nuk është kompetencë e presidentes. Paragrafi 2 i neni 82 tregon kur presidentja mundet me shpërnda kuvendin. Jo paragrafi 1 në paragrafi 3. Që na mundë me vazhdu pa president, me vazhdu me ushtrues detyre. Ne kemi president. Pa fundsisht mundë me vazhdu kështu, pa zgjedhje një president 3 dhe mundë me vazhdu si shtet, apo? Askush nuk ta. Jo, përkundrazi, ne aktualisht kemi institucione. Me këtë dekret prodhohet krizë artificiale, sepse shpërndahet kuvendi i cili ekziston, edhe bëhet qeveria nga fuqi plot në qeverinë në detyrë. Pra pa asnjë arsye, pa asnjë bazë kushtetuese. Nëse gjykata vendos pro këtij dekret, pra thotë që ky dekret a merr një pjesë në zgjedhje. Do të ishte absurde, pra po them, një paragraf që nuk është konsumu, e për më tepër as nuk bie në domenin e kompetencave të presidentes këtë rast, që është paragrafi parë i neni 82, sepse është paragrafi 2 i neni 82 që flet për kompetencat e presidentes, paragrafi 1 është kur kuvendi shpërndahet me automatizëm, pra do të ishte absurde të thuhej diçka tjetër. Do të ishte absurd juridik. Pra po them. A merr një pjesë zgjedhje nëse ajo është situatë hipotetike. Nuk kemi mri atje. Nuk është bashkë hipotetike. Nuk kemi mri atje. Ne kemi edhe 60 presidentja mundet shumë shpejt të ditë me shpall datën e zgjedhjeve. Por edhe ai dekret do duhet mu dërguar në gjykatë kushtetuese. Ju e keni dërguar në fakt edhe mos pjesëmarrjen dje. Po pikërisht. Pra ajo shkelja kushtetuese, sipas interpretimit të mëhershëm, aktgjykimeve të mëhershme të gjykatës kushtetuese, që aktgjykimet e kanë ekuivalencën e normave kushtetuese në këtë rast. Deputetët që s'kanë duhet të jenë prezent. Kur ka qenë vetvendosja ndonjëherë që ka shku kur u zgjedh një president? Vendosja ka pasur problem me emrat e përvetshëm, jo me procesin. Ta kanë problem me emrat e përvetshëm. Për shembull, ju s'keni shku në votim për Bexhet Pacollin, për Atifete Jajagën, për Hashim Thaqin,
për asnjë prej këtyre presidentëve që janë zgjedhur. Sepse vërejtjet kanë qenë me emra të përveçshëm. Po, dhe këta kanë vërejtje? Jo, s'kan. Qysh s'kan? Jo, këta kanë vërejtje me rezultatin 51%. Këto është vërejtja atyre. Ajo po duket fakt që ju keni problem me 51%. Nëse njerëzit juve ju kanë votuar si kërkush më parë, edhe ju nuk keni arrit me bë asnjë kompromis, asnjë lëshim në asnjë pikave në cilat ish dash një parti me ndërtu koalicion. Për shembull, që ta shtrojmë vetëm një çështje. Ka dalë Lumir Abdigjiku, kryetari i LDK-s, edhe thotë, ne s'kemi asnjë kundërshtim për asnjë kandidat, aq më pak për Vjosa Osmanin. Pse nuk e kandidoni ju Vjosa Osmanin, përderisa një prej liderëve të opozitës po thotë që unë s'kam kundër kësaj zonje dhe mundem me votu. Ju s'keni dashur me ndërtu konsenzus, apo? Jo, asnjëherë nuk është paraqit presidenti Osmani si kandidat konsensual. Po thon? Jo, asnjëherë, s'është e vërtetë kjo. Pse nuk e keni paraqit? Partia Demokratike, po prandaj se ata na kanë thonë kjo është kandidate juaja. Kush ju ka thonë? Opozita. Jo, Lumir Abdigjiku ka deklarat. PDK-ja. Lumir Abdigjiku ka deklarat në cilën thotë ne nuk jemi kundër Vjosa Osmanit. Dalë edhe aty. PDK-ja, besoj e dim gjithë, ka dalë zotëri Hamza ka thonë ne as nuk qëndrojmë sallë nëse del zonja Osmani, apo jo. Po. Lumir Abdigjiku, pas disa diskutimeve dhe intervistave ka dalë ka thonë nuk është se jemi kundër, por s'ka thënë që janë për. Për ma tepër, nëse dojmë me pa qëndrimin e LDK-s, sepse aty nuk dia ka folë Lumir Abdigjiku në emër të gjithë anëtarëve apo deputetëve të LDK-s. Ndaj gjithëve. Po ne e pam për shembull mbram në seancën kur ishin amandamentet kushtetuese, të cilat u dorëzuan nga presidenti Osmani, në emër të LDK-s, Lumir Abdigjiku doli tha ne i mbështesim, apo jo? Po. Mirë po pas Lumir Abdigjiku dolën dy deputet tjerë të LDK-s, Hikmet Bajrami dhe Armen Xemaj, edhe thanë tërheqni këto amandamente se nuk i mbështesim. Ja, s'tanë se si mbështesim. As Armendi, as Severani. Thanë që i ka bënë shkeljet ligjit, qysh i ka bënë. Tërheqni këto amandamente. Pra që ishte një lojë e juja komplet edhe presidenti sa bënë. Veç pak, qëndrimi i Lumir Abdigjikut ishte që i mbështesim dhe i votojnë. Zoti Murati, nuk është sikur vetëvendosja që jenë, si me thonë, rash për ne. Aty kanë mendime të tjera, aty do me thonë ka njerëz që kanë mendim të vetin. Pra nuk o si vetëvendosja që është rash për ne dhe votojnë për gjithë shka. Prandaj po e them që nuk ka pasur vota, nuk ka pasur konsenzus. Vota ka pasur. Nuk ka pasur konsenzus. Për më tepër, pra, le ta themi kështu, nëse opozita, partitë opozitare, po akuzojnë që ne s'pas kemi dashur konsenzus. Po. Përkundër që ne kemi propozuar emra si kandidat konsensual. Përkundër faktit që ne kemi tentuar dhe kemi ofruar dhe në nënshkrimet